Sot jemi aktorët real të cilët japim një kontribut të përbashkët. Ky është kontributi kur të gjithë së bashku energjit pozitive i investojnë në drejtim të vlerave pozitive. Pra kjo është të mendosh qartë, me ide të sakta dhe të mbështetet shfuqimisht nga organizmat të ndryshëm për të rritur dhe për të standardizuar nivelin më të lartë të mundshëm. Mirë, ne do të kemi një shkëputje publicitare në këto momente dhe do të takojmë me njerë pas pak në pjesën e dytë, do të bëhemi gati pikërisht për të njohur edhe me fituesit tanë. Takojmë pas pak. Jemi rikthyer sërish në studion tonë dhe është momenti tani për të filluar dhe për të njohur me sistemin e vlerësimit edhe një herë, mënyrën se si janë përcaktuar çmimet dhe komisionin se si ka gjykuar, por fillimisht ndoshta sigurisht që është momenti për të na sqaruar edhe një herë dhe pse gjatë gjithë kësaj jave kemi shpjeguar deri diku sistemin e këtij vlerësimi, por kush janë çmimet që do t'japim sot? Atëherë për të në vijim të transparencës së gjykimit të jurisë, mënyra se si është organizuar sot është që të 5 shkollat do të marrin nga një çmim bazuar në disa kritere të paracaktuara që në fillim të javës tjetër. Ato kriteret janë bërë me dije edhe në gjatë emisionit, por ne do t'i ribëjmë me dije edhe sot, dhe të cilat janë është përbërja e ekipit, një nga ato kriteret e vlerësimit. Vlerësim tjetër është cili është projekti që është prezantuar më bukur. Një tjetër është impakti që ka tek klienti, një tjetër është cilat janë dhe produkte dhe shërbimet në funksion të komunitetit, gjithashtu është dhe një tjetër është nga projekti ideja më e mirë. Kjo, çdo shkolla do t'i jepet nga një certifikat dhe nga të 5 fituesit për një pikë më të fortë, atëherë do të përcaktohet dhe fituesi i madh i mbrëmjes që do të jetë shkolla e cila diku ka qenë pak më fortë se të tjerat. Ose ka pasur disa pikat. Po zonja Tefta? Jo, këtë desha them se ka pa disa pikat forta në. Mirë, kjo tregon në fakt edhe një herë që gara ka qenë vërtet e fortë, kështu që ishte e vështirë ndoshta të mos përmendje shkollat e tjera dhe të duhet të zgjidhje vetëm njërin prej tyre, por gjithsesi secila prej tyre ka evidentuar një pikë të vetën më të fortë për të cilën do të vlerësohen tani dhe më pas në fund fare do të jemi dhe me atë që në një mesatare le të themi të ponderuar është përfaqësuar si më mirë se të gjitha në të gjithë komponentët apo jo, po? Dhe diçka fare të japim çmimet. Në vijim të këtyre aktiviteteve për sipërmarrjen, Shqipëria bëhet pjesë e vendeve europiane dhe për herë të dytë në këtë vit dhe organizohet java europiane e SME-ve, e ndërmarrjet vogla e të mesme, dhe është java e parë e tetorit nga 3 deri në 9 tetor. Dhe në këtë rast unë duhet të thoja që ne do të organizojmë një sër aktivitetesh në këtë rast për të javë ose për të vit është tema e sipërmarrjes. Prandaj do organizojmë një lloj edhe lidhje me programin tonë me këtë. Dhe një nga ato tema më qendrore dhe aktiviteti më qendror do jetë Panairi në Tiranë për edukim, punësim, sipërmarrje, do jetë me pjesëmarrje Ministri Arsimi, Pune, Ekonomie, me dhomë e organizuar nga Dhoma e Tregtisë së Tiranës, ku do të prezantohen të gjitha llojet e kurrikulave, të gjitha shkollave publike, jo publike, shkolle mesme. Po, njoftimet bëhen që tani. Njoftimet i bëjnë që tani që të organizohen dhe të përgatiten. A, pse mund të marrin pjesë edhe shkollat e mesme profesionale? Çdo shkollë mund të marrë pjesë, jo vetëm në Tiranë, por është ideja që të shtrihet në të gjitha rrethet. Sepse nuk bëhet sipërmarrja biznesi në Tiranë, por bëhet çdo në të gjitha rrethet. Dhe prandaj desha unë të ndërgjegjësoja, dhe që ta regjistrojnë të javë në planin e tyre të punës për të organizuar sa më tepër aktivitete, leksione të hapura për biznesin, për të ndihmuar sa më shumë. Do të vazhdojmë tani me njërin prej çmimeve vlerësuese, me çmimet që kemi përcaktuar. Ku ti takon i pari? Tani i pari takon në shkollës së mesme Kristo Isak Berat. Duar trokitje. Atëherë, përpara se të lexojmë motivacionin, ne kemi përgatitur nga një kartolinë, le të themi, për secilën shkollë, do të ndjekim kartolinën e shkollës së mesme profesionale të qytetit të Beratit dhe më pas do të lexojmë motivacionin për të kuptuar edhe më mirë për çfarë fitohet ky çmim nga shkolla e mesme profesionale e qytetit të Beratit. Ndjekim dhe kthehemi në studio.
të shkollës Beratit, Kristo Isak Berat, për ekipin më të kompletuar, me aftësitë dhe nevojshme teknike dhe menaxheriale, për realizimin e idesë së sipërmarrjes në fushën e agrobiznesit. Urime mësues. Jo, mos urime për asnjë. Duar Drogite për shkollën e mesme të Beratit. Urime, do të vazhdojmë tani me është Aida që do t'japi çmim tjetër. Po. Shkollës së mesme bujësore Rakip Kryeziu në Fier. Shkolla e mesme bujësore Rakip Kryeziu në Fier. Ndjekim kartolinën dhe kthehemi të dëgjojmë motivacionin. Për të tërhequr çmimin? Kjo certifikat shkollës së mesme bujësore Rakip Kryeziu në Fier i jepet me motivacionin për idenë inovatore, jo vetëm për veçantinë e produkteve në tregun lokal, shfrytëzimin e lëndës së parë bio, por dhe për avancime teknologjike që propozojnë nëpërmjet përdorimit të paneleve diellore, duke pasur ndikim zero mbi ambientin. Urime. Bukur. Do të vazhdojmë tani me një tjetër çmim. Turizëm Tiranë. Po. Ndjekim kartolinën që kemi përgatitur pikërisht për këtë shkollë dhe kthehemi për të dëgjuar motivacionin. Motivacionin? Kjo certifikat i jepet shkollës së mesme Hoteleri Turizëm Tiranë për përshkrimin dhe prezantimin më të mirë të idesë së sipërmarrjes, qëllimit dhe objektivave të një biznesi të ri në sektorin e turizmit të personalizuar. Urime dhe shkollës së mesme profesionale të qytetit të Tiranës dhe vazhdojmë tani është zonja Nora Malaj që do të dorëzoj një tjetër çmim, dhe është? Po, kam kënaqësinë që çmimin t'ia dorëzoj shkollës së mesme pyjore Kol Margjini Shkodër. Ndjekim kartolinën e shkollës së mesme profesionale të qytetit të Shkodrës dhe kthehemi në studio për motivacionin. E ndjekim. Dhe televizioni Klan kanë kënaqësinë të japin
certifikatën shkollës së mesme Kolin Gjoka Lezhë me motivacionin për idenë e sipërmarrjes me përdorim të gjerë dhe lehtësisht të aplikueshme, e cila njëkohësisht promovon kulturën, traditat dhe artin shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Dhe urime. Përgjigje për të gjitha, unë do doja në fakt tani me që jemi ullur dhe të qetë nga një prononcim shumë të shkurtër nga secili mësues në lidhje me këto emocionet të para që morëm. Do të kemi më pas një shkëputje publicitare, sepse do të jetë në pjesën e tretë edhe shpallja e fituesit të madh të këtij konkursi. Do nisim me zotin Bart, me që ju sapo e morët certifikatën tuaj, mundësisht ta kthejmë që ta shikojnë edhe teleshikuesit. Kornizat janë me ngjyra të ndryshme, por vlera është njësoj. Atëherë normalisht që jemi pak të emocionuar, por gjej rastin të falenderoj kolektivin e mësuesve të shkollës time, të gjithë nxënësit, drejtorinë e shkollës, Ministrinë e Arsimit, shoqatat dhe British Council, televizionin Klan dhe ju personalisht. Faleminderit. Si dhe ju uroj suksese gjitha shkollave profesionale në rrugën e tyre. Vazhdojmë me zotin Ramadan. Gjithashtu dhe unë do të falenderoja televizionin Klan dhe British Council për mundësinë që na dhanë dhe në të njëjtën kohë, më falni. Mendoj që kemi zgjedhur një ide që sjell zhvillimin në dy nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, në atë të turizmit dhe në sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Urime dhe juve për këtë certifikat, zonja Samira. Ndjehemi mirë për vlerësimin që na u dha dhe më thonë dëshiroj dhe shpresoj që aktivitetet e tilla të bëhen sa më të shpeshta. Ne me programin ton, sa herë kemi mundësi do t'japim kontributin ton. Mësuese Veronika? Përshëndetur atar British Council, që na dhanë mundësi që mikrofonin edhe